Një tjetër operacion është finalizuar nga Blu të Tiranës kundër trafikimit të armëve të zjarrit. Në pamje duket momenti kur agjentët e policisë arrestojnë 2 të rinj në aksin rrugor Qafkashar-Rinas. Në pranga përfunduan Arber Hasa 19 vjeç dhe Joldi Peca 20 vjeç, të cilët në momentin e arrestimit po udhtonin me një mjet tip Benz. Pas kontrollit të automjetit, policia u gjeti atyre 4 pistoleta dhe një armë të ftohtë. Pistoletat ishin fshirë në një çantë krau në një qese të futura në kuti. Pas arrestimit të 2 të rinjve, policia kreu kontrolle edhe në banesën e shokut të tyre, ku 49 vjeçarit ju gjetën një dorez metalike dhe një shkop gome, për të cilat u procedua penalisht në gjendje të lirë. Sipas policisë, pistoletat do të modifikoheshin me silenciator dhe më pas do ushqiteshin grupeve kriminale, ku çmimi i tyre varion nga 2.000 deri në 3.000 euro. Burimet shtojnë se armët janë trafikuar nga Kosova, madje ka dyshime se 2 të rinjt kanë sjell armë edhe herë të tjera. Ky nuk është rasti i parë për këtë vit që policia e Tiranës godet rastet e trafikimit të armëve nga Kosova në vendin tonë, ku pjesa më e madhe e tyre futen nga Morina përmes linjave të autobusëve ose me taksi.